Unë mendoj se sot nuk e kemi një çështje që duhet të trajtohet si e zakonshme, por kemi një çështje që duhet trajtohet me seriozitet në interes të qytetarit, nëse është dështim dhe vlerësohet që është dështim i qeverisë, edhe menaxhim i keq i këtij sektori të energjisë, qeveria duhet paraqes fakte, edhe më shumë të fol për zgjidhjen e kësaj problematike që prek gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, se sa tregoj historitë janë të vlefshme, po nuk i kontribuojnë situatës dhe nuk ju amnestojnë nga përgjegjësia që keni, sidomos në 3 qeverit Kurti, 1 dhe 2 dhe 3. Ajo që është fakt është se gjatë qeverisës së Albin Kurtit, qytetarët e Kosovës nuk kanë parë asnjë lehtësim. Doja për çdo gjë që e them të kem edhe demontin e qeverisë. Përkundrazi kanë përjetuar vetëm rritje të vazhdueshme të çmimit të energjisë dhe nuk po shohim asnjë strategji afatgjate, nuk po ka transparencë dhe s'po ka as ndjeshmëri sociale. Qytetarët të gjithë sot paguajnë më shumë energji se sa asnjëherë më parë. Rryma është trajtuar 3 herë gjatë qeverisë së Kurti. Nëse është trajtuar 4 herë, nuk e di, ose nëse është trajtuar 2 herë, mund ta thëni të kundërtën. Fillimisht ato blok tarifat që godesnin familjet me konsum të zakonshëm, pastaj rritjet në përqindje që të gjithë i dim, dhe sikurse të mos mjaftonte kjo, ishte planifikuar si vetë edhe një rritje tjetër. Ajo u shty, jo për shkak të strategjisë ose ndonjë propozimi të ri të qeverisë ose ndonjë mase, po për shkak të vetëm të presionit publik të qytetarëve edhe të opozitës. Ndërkohë, nuk po del askush me demantue që me thonë që importi i energjisë e ka kaluar 1 miliard ndaj gjatë qeverisës Kurti. 1 miliard. Nëse është 999 milion, mundën të kone se 980 ose edhe 600, po 600 do shtajnë pak për ju, për mu janë shumë, edhe për qytetarët janë shumë, sepse 600 milion në investime tjera kapitale, në hapje të vendeve të reja të punës, në fabrika, do të ishin shumë të rëndësishme se sa me mbulu keq menaxhimin, edhe që ato që po thuhen këto me përfitu njerëz që tash edhe me të drejtë quhen mafi energjetike ose gjëra tjera të cilat i dim të gjithë. Neve na interesojnë, edhe të gjithë të tjerë interesojnë ku po shkojnë këto para. Kush po përfiton nga këto kontrata? Nëse përfiton qytetari, na thuni, nëse përfitojnë njerëz me emra të përveçëm, edhe atë thuni. Nëse janë njerëz që janë të lidhur me pushtetin, edhe atë thuni. Nëse nuk mund të parandalohet kjo, tregojnë edhe neve dhe qytetarëve që nuk është lehtë e menaxhueshme blerja ose hapja e tregut të energjisë elektrike. Nuk kemi vend i parë që po e bëjmë këto. As nuk janë tema tabu, sepse edhe ne kemi informacione se si operojnë vende tjera, se si e kanë kalu këtë fazë të tranzicionit, kush është njeriu i fuqishëm dhe kush janë njerëzit e fuqishëm që shesin edhe blejnë energji elektrike, po neve na intereson cilat janë masat e qeverisë. A ka njerëz që janë afër pushtetit të përfshijmë në këto përfitime? Nëse këtu evidentohet, atëherë përgjegjësia bie mbi ju. Edhe në fund të fundit, qytetarët duhet të njohen me të gjitha, ta kenë transparencën për çmimet, për marrëveshjet e tregut, mbi të gjitha edhe Kuvendi i Republikës së Kosovës. Në vend të përgjigjeve po ka akuza. Në vend të transparencës po tentohet dorën zemër të krijohet një farë mjegulle. Ndaj kujt, ndaj të njëftë të vërtete, edhe ndaj një barre që po bie mbi gjithë qytetarët pa përjashtim. Edhe në vend të përgjithësisë, ne po marrim vetëm arsyetime të quajtë të kota ose që nuk kanë fare ndjeshmëri. Edhe më shqetësuese janë dyshimet për korrupsion. Po edhe më shqetësuese janë kur individ të përfshinden në ndërmarrje publike përballen me akt akuza. Edhe kjo tentohet të amnestohet. Ndërsa çka kërkohet, edhe çka nuk mund të iket është që qytetarët të paguajnë gjithnjë fatura edhe me të larta. Andaj, kur të flasim për
manipulime, kur të flasim për moral, kur të flasim për etiketime, mendoj që duhet të ikim të gjithë nga e populizmi ekstrem i cili e dëmton edhe këtë sektor. Për mua, manipulim është për shembull me shku edhe me gjetë atë punëtorin e ndershëm duke hyrë në turbina, njeri i bëm pis nga puna e tij, edhe me shpërfaq një opinion, edhe me tregu gjoja ndeshmërin me të, edhe sa po punohet, pa ai po punon. Nuk po punon qeveria. Edhe me tregue diçka të cilën as nuk ekziston, sepse s'ka as përkrahje financiare, nuk ka as mbështetje dhe as nuk ka siguri në punë. Edhe manipulim është me tregue të vërtetën, sepse e vërteta nga njëherë dhem, por është e drejtë. Ne e kem pas një komision hetimor për energjinë, 2006-2022. Edhe kemi intervistu ish ministrat aktual, ish drejtorët, antarët e bordit, edhe gjithë të tjerë që kanë qenë në listën e propozuar të këtij komisioni prej vitit 2006 deri në vitin 2022. Janë raporte publike, është raport zyrtar, është dhe një raport që është miratu në Kuvendin e Kosovës, edhe ku shumica deputetëve kanë qenë nga lëvizja vetëvenduese. Edhe po e them me përgjegjësi të plot. Është veç një individ në përgjegjësinë e drejtorit që para komisionit hetimor parlamentar ka deklaruar që unë kom negociue me biznese për tenderet në korporatën energjetike të Kosovës. Në deklaratën në nënbetim që unë edhe sot nuk e kuptoj guximin e tinaj për me tregu shkeljen e ligjit edhe punë që i bën prokurimi, po i ka bërë drejtori edhe me krenari të madhe. Emri i tij është Nageb Krasniqi. I keni në proces verbalet, transkriptet zyrtare para ekipes së tij edhe para deputetëve pa dallim pozitë dhe opozitë. Tash, çka tregon kjo? A tregon guximin e tepruar të asaj fitores, po fakt të 51% që ne jemi mbi ligjin, edhe jemi të paprekshëm, po jo, ligji është i ngadalshëm, por sikur ajo metafora breshkës po të nxan. Ka dalë të nxan, edhe bjen aty në grackën ku e meriton. Po është e parësyeshme për me mbrojt, edhe me tregu me shit moral. Hajde, natën, vnoje kapuqin, heki syzat, heke mjekrën, mu kujtu sikur ai si kon pa dal një unë që shton blace i veshën me kule, edhe ajo është ideologi juaj, tash mëse më shtemi ja përmend emrin, është baba juaj ideologjik. Edhe hajde negociojmë për tenderet një burimor. Moni se kështu nuk e ka as përgjegjësia edhe as nuk e ka trajtimi i një teme. Mund të shtyhemi deri në mëngjes, kush ka punu ma mirë, kush ka punu ma keq, po qytetarëve ju intereson apo paguajnë ma shtrejt energji, apo e kanë çato pare që duhet mi da për investime, shkolla, objekte, fabrika, po shkojnë për me importu energji, për shkak të keq menaxhimit, edhe a heqet ndonjëherë për kësaj teme ky sektor problematik që nga pas lufta e deri më sot. Faleminderit shumë.